Njësia vendore e kujdesit shëndetësor në Shkodër organizoi një aktivitet sensibilizues me moton vetëm Stop Duhanit në kuadër të ditës botërore kundër duhanit. Qëllimi i këtij aktiviteti ishte ndërgjegjësimi dhe inkurajimi i të rinjve për të mos e nisur apo për të braktisur duhanin. Në fjalën e tij Ditmir Boriçi, specialisti i shëndetit parësor pra njësisë vendore të kujdesit shëndetësor, theksoi se duhanpirja përbën një nga varësitë më të rrezikshme që po merr jetën e miliona njerëzve çdo vit. Tashmë është një varësi që po merr miliona njerëzish në mbar botën dhe po shkakton sëmundje shumë të rënda si kanceri i mushkërive, infarkti, sëmundje kronike të frymarrjes dhe po dëmton çdo organ të trupit. Qytetarët janë përgjigjur pozitivisht ku na bashkohen në këtë nismë, ka pasur përgjigje pozitive nga të gjitha kategoritë e moshave, por qëllimi jon kryesisht është rinia që prej aty duhet fillojë. Dhe qytetarët i cilësojnë të rëndësishme mesazhe të tilla, pasi duhani mbetet një kërcënim i vazhdueshëm për jetën. Ai që e pin për zë vetëm dëm ka për saj. Të shkojë një fort mirë. Unë e kam pinjo 30 vjet e kam lënë, ka 20 vjet që e kam lënë kret. Ton të rive i them që mos ta pinë më. Jam e mi dhe ndodhem për vizitë në Shkodër. Kur pash që po zhvillohej një aktivitet me temë Stop Duhanit. Më pëlqen që njerëzit të jenë të shëndetshëm dhe t'i thonë dal duhanit. Shkodra më pëlqen shumë dhe ky aktivitet mendoj se është shumë i rëndësishëm. Me pankarta dhe mesazhe ndërgjegjësuese, qytetarët dhanë një mesazh të qartë dhe të fortë kundër përdorimit të duhanit.